nuk them që ka një strategji për të targetuar personat të caktuar, është thjesht një thënie kundërthënie në formën e ballafaqimit gjyqësor që do zhvillohet edhe në ditët e javët në vijim. Nuk më bind ky personazh mua, sepse ky, siç tha dhe Anduena dhe kolegët e tjerë, di më shumë. Nurettin Domani. Nuk më bind. Për çfarë arsye? Nuk më bind që është shterus, sepse një nga elementët për të marrë statusin e bashkëpunëtorit drejtësisë, Po? është thjesht shterus, pra të mos mbash asnjë rezervë, ti thuash të gjitha. Sepse nëse prokuroria verifikon më pas dhe del që ti nuk i ke thënë të gjitha, ose ato që i ke thënë, disa i ke thënë të shtrembruara, menjëherë del nga ky status dhe nuk pëson asnjë lloj, nuk përfiton asnjë lloj lehtësie nga ana drejtësisë. Riskon, po sigurisht. Tani këtë status e ka Nurettin Domani. Aktualisht e ka. Por do të shikohet në ditët, në javët në vijim, edhe nga kundërthënjet nëpërmjet ballafaqimit që do ketë bashkëpunëtori tjetër i drejtësisë apo persona tjetër dëshmimtar, se vetëm me dëshminë e tij nuk mund dënohen njerëzit. Pra duhet që të kryqëzohen të dhënat edhe me ngjarjet konkrete, me të dhënat të sakta se si janë mbledhur në vendngjarje dhe me dëshmimtar të tjerë. Se vetëm me thënien e këtij askush nuk do dënohet. Absolutisht. Se shumë mund të dalin të tjerë njerëz dhe mund të njollosin gjithë Shqipërinë duke thënë ky ka vrarë, ky ka dhënë lekë para, por prova determinante. Pra nxjerr mësim nga eksperiencia italiane. Atë që thot Anduena, që e dini dhe ju, e di dhe unë, e di dhe shumë me shumë të tjerë, që ky fillimisht edhe për shkak të frustrimit të madh, frikës edhe agresivitetit nga ajo që i ndodhi, foli më shumë se ç'duhet. Dhe pastaj në ditët dhe në javët në vijim, filloi të frenoj pak, se kuptoi që pesha e fjalës së tij mund t'i pësonte një dëm shumë të madh vetë personit. I rrezikoi jeta. Edhe mund t'i rrezikoi jeta, dhe po ta shikoni. Se me që more Italinë zhej dhe unë duhet bëj një krahasim me gjithsesi është i duhuri me Totorina. Po nuk mbaj Totorina as me në atë kohë kishte kështu Skype nga këto, po as me celular në atë kohë. E as me palestra, as me asgjë. Totorina ka qenë në një ruajtje bunkeri, domethënë që në 23 orë ishte në një dhomë 3x3 dhe në një orë rinte në një ajrim që ishte 2x2. Tani, që ishte, kush ishte? Flesin me edhe për Thomas Bushetën. Kupton që edhe ai kishte këto, po nuk kishte ai të tilla gjëra. Dhe Thomas Busheta ka thënë një gjë që unë e marr në paralel, pra heq paralele me Nurettin Domanin. Po. Që mos më pyesni për këta më lart, deri këtu e mbyllim hetimin. Dhe në fakt aty u mbyll.